disa kohësh atë e gjen sa në njërin avion në tjetrin, sa në njërin jahtë në tjetrin, dhe shkak për këtë janë bërë angazhimet dhe sipërmarrjet në fushën e biznesit. Po flasim për një nga figurat më të konsoliduara në ekran. Kjo sepse tashmë u bën plot 17 vite nga dalja e tij e parë në ekran si konkurrent i formatit më të njohur Big Brother. Hajde, mirë se u gjeta. Përshëndetje. Arber Çepani na ka treguar përmes një kalendari fotosh në rrjetet sociale se tashmë fokusi i tij është vendosur tjetër kund. Por kjo nuk do të thotë se javët e muajt e kaluar nuk kanë rezervuar surpriza, emocione, aventura e ndodhi për të. Prej disa kohësh i postuar paksa me dëshirën e tij të plot nga intervistat dhe prononcimet, Arber Çepani do të na zbuloj përmes 5 fotove 2025-ën e tij plot ngjyra, fluturime dhe arritje. Arber Çepani, mirë se vjen, mirë se zbrita në tokë. Ta dhemi. Gjithmonë grejtësi. Kam gjithmonë emocione pozitive sa herë vi në studion tënde. Ashtu, më vjen nostalgjik në më vjen mirë, por që na ke bërë xheloz, shumë njerëz i ke bërë xheloz, po edhe ziliqar, nga jahti, në avion, në det, në mal, me puro, me poza. O, ky Arber ç'a ka ndodhur në jetën e këtij? Jo në një gjë ndryshe nga që kam qenë gjithmonë në këto vite. Thjesht e kam spostuar pak fokusin më shumë jashtë Shqipërie dhe gjithmonë fotot kur janë jashtë Shqipërie në vende që janë ndoshta pak më egzotike, shtohet pak edhe ajo doza e ngjyrave. Edhe kurreshtjes edhe çfarë ka ndodhur. Po vetëm kaq. Vetëm kaq. Pjesa tjetër pastaj normalisht, Arber që ke qenë gjithmonë? Po, patjetër. Se më dukesh atë pak si ndryshe, si më i rritur, si më i madh, si u duket juve. Një 2025 që të ka rritur në çdo drejtim. Për çfarë do ta veçoje këtë vit? Në fakt ka qenë një vit që po le të themi që ndoshta kam punuar pak me veten, kam pësuar një metamorfozë që e kisha të nevojshme në fakt për shkak të punës. Sa më shumë rritesh, le të themi, më së shumti në përgjithësi, se s'është shumë abet vetëm përgjithësisht njerëzit, sidomos ata që nuk merren me biznes, mendojnë gjithmonë rritjen e biznesit me rritjen e shumës financiare që kanë bank, por nuk është e thënë, sepse mund të kalosh periudha investimi dhe ajo që duket nuk është ndoshta realja sa i përket numrave që janë në bank, por me rëndësi është që ti të kalosh një metamorfozë, sidomos në rrugtimin e sipërmarrjes, që të bën të jesh më funksional. Pra kjo është gjithë loja e një sipërmarrësi është që të jetë më funksional nga ç'ishte dje, të jetë më vendimarrës nga ç'ishte dje, të humbas më pak kohë nga ç'u humbiste një ditë më parë ose një javë më parë ose vite më parë. Pra me më pak punë kesh më shumë dobishmëri, ëh? Kjo është sa më funksional dhe është një moment që besoj çdo sipërmarrës në një moment caktuar të jetës tij duhet ta kaloj, sepse ajo që ti krijon me shumë pasion, me shumë zemër, me shumë dëshirë për shumë vite, në një moment caktuar nëse nuk e strukturon, nëse nuk punon me strategji, ajo mund të të mbysë gjithë ajo madhësia që ti vetë ke krijuar me shumë dashuri, mund të të mbysë në një fluss. Kështu që patjetër duhet të ndryshosh veten para se ndryshosh edhe çdo gjë që ke krijuar. Çdo gjë tjetër. Dhe si është ky Arber ndryshe? Jo, asgjë ndryshe në aspektin karakterial, thjesht shpresoj dhe besoj pak më funksional, siç thash pak më parë, pak më mundohem të marr më shumë vendime në më pak kohë dhe më shumë rezultate. Vetëm punë ke bërë Arber? Gjatë 2000. Unë fatmirësisht kam edhe llojin e sektorit të biznesit ku jam, më lejon që ndërkohë që punoj të bëj edhe qef në thonjza. Se jo, në për fotografi të shoh vetëm, i shkreti dhe gjithë ky djalë, vetëm punë. Është e mërzitshme jeta vetëm pun. Është në fakt kjo është një pyetje që ma bëjnë gjithë, ore si s'mërzitesh në gjithë vende që shkon. Njoh shumë njerëz të rinj në ushtrimet e mia, patjetër. Ajo është një pjesë që nuk e ndan dot nga qenia njerëzore, patjetër, por mundohem që edhe në atë aspekt më shumë se sa siç isha përpara, tani mundohem të kem në krah njerëz në fotografinë e parë të 2025-s.
Kjo është një fotografi që është bërë në Dubai. Dubai është një vend që nga emri sot është bërë shumë mainstream, pra të gjithë e flasin dhe të gjithë kanë një... Vetëm unë s'kam qenë. Të gjithë e flasin, vetëm unë nuk kam qenë në Dubai. Sidomos gocat edhe kur shkojnë nuk e pranojnë, kështu që... Po ju s'kam... Jo, shumë komplekse, nuk kam unë. Jo në rasin tënë, po unë jam çunë, kështu që them s'ka një problem. Si çunat e thoni me krenari. Po për te imazhi sipërfaqësor që ka Dubai, unë kam 2 vende në rrezull që mendoj që kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në 2 sektorët ku unë jam i fokusuar. Në Dubai për te pjesës estetike, për te asaj çfarë shikon si turist, në aspektin e biznesit për mua është një ishull që tregon se si një vend i strukturuar sa i përket ligjeve, sa i përket strategjive, sa i përket çfarë do lloj gjëje në Dubai është e rregulluar në një farë sensi, pra ti e din nëse do ndërtosh diçka, rregullat janë shumë të qarta, nëse do të bësh biznes në një sektor, rregullat janë shumë të qarta dhe këto kanë arritur që në kaq pak vite të kopjojnë ndoshta botën në 20 vjeçarin e parë dhe të superkalojnë botën në 20 vjeçarin e dytë. Dhe të gjithë ata që mendojnë se është thjesht një kopje e shëmtuar e botës, e kanë gabim sepse ndoshta nuk e njohin nga afër. Ky është paragjykimi që më ka lënë mua pa shkuar. Nga afër që në momentin e parë që ti zbret në një vend si Dubai, shikon që aty janë të gjithë ata që duan të investojnë, aty qarkullon leku i pjesës më të madhe të botës, aty qarkullon idet, aty qarkullojnë njerëzit më me aftësi në botë, janë në një garë, është si një Formula 1, ku të gjithë shkojnë dhe mundohen të jenë më të mirë dhe më të mirëve. Nuk është vendi që është ofron atë ëndrrën amerikane ku ti shkon me një buxhet reduktuar dhe pa pritmas me ëndra dhe me dashuri bën atë gjën e madhe. Është një vend ku duhet kesh connectionat e dur, doli foto tjetër. Se duhet të ecim në fotografinë e dytë. Bëra shumë do bëjnë ambasador Dubai. Po pra, po shoh që e pas ka humbur sensin e patriotizmit. Jo, është rëndësishme që njerëzit gjithmonë të eksplorojnë vende të reja dhe sidomos ato vende ku luftojnë më të mirët në garë. Kjo është një foto që unë e kam shumë për zemër dhe janë bananet. Unë jam një dashnor i përjetshëm i bimëve egzotike, ndoshta edhe nga e kaluara ime që jam rritur në Kuba e gjithë me radhë, dhe kam shumë vite që nëse të gjithë mbjellin mullaga nëpër balkon apo ku diun shqiponjën brenda në shtëpi, unë i gjithë intenti im dhe gjithë forca ime intelektuale është hedhur se si të arrit të rris bimë egzotike në Shqipëri. Dhe mbas shumë vitesh që ato duan një kujdese... Në Shqipëri dhe në Tiranë? Në Shqipëri dhe në Tiranë, po. Se nga jugu diçka më ndryshe historia, po në Tiranë... Tiranë pikërisht të Tiranës. Ky është jo fruti bananes, po fruti i pasionit të Arbër Çepanit. Pra i gjithë dedikimit, Ajo që të arri të piqet në Tiranë, të arri të bëhet fruti në Tiranë, ka nevojë për një përkujdesje të gjithë ditët e vitit, sepse një ditë të ketë pak më ftohtë se sa normalisht, dhe nëse ti nuk kujdesesh që ti mbulosh, që të mbajnë atë temperaturën e dur, që të kenë ato pleun e dur dhe gjitha me radhë, ti dështon në të gjitha të përkujdesin që ke patur tër vitit. Po çfarë gjithë kjo vëmendje? E mora si shembull sepse tash është shumë e rëndësishme që të përkujdesesh për gjërat që të kesh një rezultat. Pra duhet përkujdesi çdo ditë për të pasur pastaj frutin. E kuptova. Këtu kjo është një foto tjetër që ka shumë rëndësi për mua në këtë 2025. Kafe, blok, stilolaps. Dhe është dhe një model makine. Prap në këtë prizmën për të ndryshuar pak veten dhe për të testuar gjithmonë veten. Ne duhet ta testojmë gjithmonë veten për gjëra më të mëdha nga ato që mësojmë të bëjmë çdo ditë. Nëse nuk dalim nga ajo zona e komfortit dhe shikojmë sfida më të mëdha nga ç'kemi kemi bërë deri dje, nuk arrim të zhvillohemi, pastaj truri futet në një lloj algoritmi kur ka disa probleme që deri dje i zgjidhte, por janë probleme më të mëdha dhe duhet futesh në një algoritëm tjetër, ashtu ti fillon dhe krijon një algoritëm tjetër të vetes tënde. Dhe sfida për këtë makinën është kjo hyn tek super makinat, është një sipërmarrje që ne jemi bashkuar një inxhinieri shqiptar shumë të famshëm, me shumë pasion, me shumë dashuri, dhe shpresojmë që në 2026-ën kjo ëndra jone e përbashkët të arrijë të nxjerrë në asfalt një super makinë që mund të konkurrojë Bugattin nesër apo
makinat të tjera Made in Albania, që do të ishte made in... Tamam është e asembluar në Itali e gjithë gjëja, nga patjetër nga profesionistë që janë të sektorit prej vitesh, por është e dizenjuar nga një inxhinier me origjinë shqiptare dhe ne jemi futur në lojë tani për t'i dhënë atë. Okej, se kur e dëgjova Made in Albania më shtyu, në mendime, në fuqinë dhe në kapacitetin ton për të pasur Made in Albania. Ajo është një pronë intelektuale e një shqiptari me origjinë dhe dy shqiptarëve të tjerë, mua dhe partnerin tjetër që kam biznes Eglit, kështu që jemi bërë një treshe të tre me shqiptar në vetvete që duan të sfidojnë botën me një 3 shqiptar, 3 ndërrimtar. Okej, ëndra të 2025-ës, por jo vetëm dhe punë që mund ta kenë produktin në 2026-ën. Këtu pastaj je me i buzëqeshur, në habitatin tim natyral. Me një sombrero. Përveç kur kam gjithmonë shumë mbledhje pune, jam komplet, jam si dy personalitetet, dhe kur jam punë jam komplet serioz, dhe kur jam jashtë pune jam komplet një format tjetër. Dhe më pyet një nga kolegët që kam punë, tha, ore, po që ke këtë ndryshim kështu personaliteti? I thash, po të doja të zgjidhja, do zgjidhja gjithmonë këtë sombreron, dhe tisha në që jam pajsor ose në Karaibe me mojito në dorë, dhe atë jetë do kisha zgjedhur vetëm, por që të bësh atë jetë, duhet kesh edhe gjysmën tjetër që tjetë funksionale dhe serioze dhe praktike në punë. Jo, mirë, se është një jetë pa shumë kërkesa, me një palë brekt shkurtra, po ta them këshu, do më dhëmë popullor që fare, një palë shapka me gisht, edhe nuk i ka gjithë të kërkesat, nuk e di pse duket, hajde bëjmë sa reflektime fund viti, do më dhëmë i kemi rritur shumë kërkesat, duke bërë një trysnit jashtëzakonshme vetes, duke gjetur veten gjithë kohës në luft për të tejkaluar këto limitet tona, si kundër e the Timo përpara, dhe nuk e di, po e shijon nga ana tjetër, kemi kohë për ta shijuar, ti je çun i ri. Domethënë një jetë që duhet ta shijosh, me goca që duhet të të shijojnë, me nuk e di sa po i shijon. Faleminderit që ndrojnë të pikë, se shumë e vërtet në këtë vrapin e vazhdueshëm për të arritur gjithmonë më shumë dhe për të sfiduar veten, patjetër që ndonjëherë e sforcojmë veten gjithmonë më shumë, e stresojmë veten edhe për gjëra që s'duhet ta sforcojmë. Kjo foto është shumë interesante, unë jam këtu në Meksik tani vonë, dhe po ta shikosh pak foton, tek faqja jam duket që ma ka futur njëri ngrushtë atje, se jam mishte entur të mballa, po nga hiqi. Tani e shok te nga ana e majtë e jo tjetër. 10 cm para se të nisesh, ore the s'ke asgjë, nuk është se ke ndonjë gjë. Edhe sa shkova në Meksik, domethënë kisha një javë që e kisha dhe më shumë që e kisha dhe mballën ashtu. Sa shkova në Meksik, ditën e dytë mu hoq çdo gjë. Dhe kuptova që kam përshtypjen ndonjëherë kur jemi në këtë rrethin ton këtu e mbigarkojmë veten me strese të tepërta, ndonjëherë duhet të futemi në një mood që të jetë shumë më chill, ta shijojmë jetën shumë me gjëra më të vogla në Meksik. Çfarë bën të lumtur sot, Arber? Ajo që më riktheu, le të themi atë që duhet të jetë, është pikërisht kjo që the ti me një tekila në mëngjes, në drekë dhe në darkë. Ti e shijoje çdo lloj gjëje që kisha afër me shumë pak, me shumë pastërti, pa shumë impenjime. Dorën te deti, ka paragosën. Aty në fakt ndjeva pak dhe thirrjen e gjakut, në thonjza, sepse në Meksik ka jetuar familja ime për shumë vite. Të dy motrat e mia kanë lindur në Meksik, unë pas u rrita në Kuba, dhe në fakt isha i vetmi që nuk e kisha shijuar akoma Meksikën si gjithë pjesa tjetër e familjes, që më kanë folur tërë jetën për Meksikën, dhe e kisha udhëtim shumë të rëndësishëm dhe shpirtëror këtë që bëra në Meksik. Dhe po për t'i dhënë përgjigje asaj që folëm, duhet ta shijojmë jetën në gjërat e vogla, se sot i kemi nesër. Çfarë bën të lumtur sot? Qetësia më bën shumë të lumtur. E ke? Jo gjithmonë. Sa orë gjumë bën? Shumë pak është një... Çfarë do doje? Tani për shembull thuash... Do doja, unë shpesh, ndoshta kjo është ajo që në botën e sipërmarrjes të bën të ecësh më shumë përpara, po kam, më shumë se 15 vite që merrem me sipërmarrje, dhe kjo dëshira adrenalinës dhe sfidës më ka bërë gjithmonë që sado që të kem, t'i vë në lojë për të bërë më shumë. Dhe kjo të mban gjithkohës në një ngarkesë shumë të madhe emocionale, fizike, dhe gjatë gjithë kohës je në një tension nëse nuk del kjo gjëja çfarë do bëj. Domethënë je gjithkohës duke lozur all in për çfarë do lloj gjëje, dhe besoj që ndonjëherë ke nevojën shpirtërisht që ti bësh gjërat edhe thjesht për kënaqësi, që edhe po nuk doli ashtu siç mendove ti, thjesht vazhdosh
hidhesh një herë. Ku ti ke hyrë në hak atje dhe me kohën që s'ke qenë? kjo është lufta më e madhe që kam me gjithë njerëzit që kam afër, që jo vetëm nuk kam qenë dhe nuk jam dot prezent shumë, por për të rinisur aty ku e nisa me foton e parë, më duhet të jem edhe më pak prezent besoj në muajt në vijim, në vitet në vijim. Por ndoshta kjo mungesë prezence në gjërat e vogla do më japi pak më shumë. Për kë ndjen më shumë? Do më japi pak më shumë. Emër. Person. Është besoj familja është ajo që ty të vret më shumë kur nuk je afër. Sepse ne kemi kaluar dhe për të mos përsëritur, por kemi kaluar edhe pjesëtar të familjes që na kanë munguar dhe kështu ka çdo shqiptar në familjet e veta mund të ketë njerëz që mund të kenë kaluar smundje, mund të kenë patur aksidente dhe nuk e kanë më një të afërt afër dhe ajo që kjo gjë më ka mësuar është që duhet të shijojmë momentin me ata që kemi afër. Se nuk duhet bëhemi shpeshherë dhe gjak nxehtë dhe për një fjalë të vogël, për një diçka të mbajmë rira. Domethënë jeta është shumë e shkurtër dhe mund të ndahet shumë shpejt nga asgjëja. Kështu që është mirë që të shijojmë në çdo moment, të jemi mirë me këdo në çdo moment, se tani jemi pas 5 minutash mund të mos jemi, nuk e dim asnjëherë se si ta kemi fatën e jetës, kështu që në momentin që paktën do ikim nga kjo botë, të ikim me një lloj dashurie për çdo që kemi patur afër dhe për jetën që kemi bërë. Mirë, me këtë Duart Rokitje shkojmë në një ndërprerje publicitare, fotografitë e tjera të përzgjedhura nga Arbri në pjesën e tretë.